Nikoleta Konomi është mësuese në pension, e cila për 30 vite me radhë ka dhënë mësim në një prej shkollave të qytetit të Korçës, në gjimnazin Themistokli Gërmenji. Në këtë 7 mars, Nikoleta është rikthyer edhe një herë në institucionin ku ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj, e që për të ka qenë shtëpia e dytë. Kam filluar dhe kam mbaruar në këtë shkollë të dashur, që e kam njësoj si shtëpinë time, është vendi tim më i dashur. Dhe sa herë kaloj kthej kokën dhe shikoj ato dritaret, shikoj klasat, ku unë kam dhënë mësim, ku kam pasur nxënësit, dhe më duket sikur jam akoma duke dhënë mësim në këtë shkollë të dashur shumë. Por një mësues mbetet tërë jetën mësues në të vërtetë. Për mësuesen e përkushtuar, e cila ka edukuar breza të tërë, emocionet që të falë ky profesion janë të shumta, pasi sipas saj, mësimdhënia nuk është vetëm një profesion, por mbi të gjitha mision, duke ndikuar në formësimin e një shoqërie. Mund të bësh çdo profesion në jetë, po mësuesi t'i jep ato satisfaksione që profesionet e tjera nuk t'i japin. Ti ke kënaqësi kudo që shkon të përshëndetin, në të rand të botës kur shkon sot, gjen nxënësit tënd dhe të bëhet zemra mal kur thot kam qenë nxënës i kësaj shkolle, kam qenë nxënës i asaj shkolle. Në këtë 7 mars, Nikoleta ka një mesazh për mësuesit e rinj. Këshilla ime është kjo, duheni profesionin tuaj. Nuk ka gjë më të bukur të nxjerrësh nga duart tënde këto qindra nxënës që nesër do të jenë në profesione të ndryshme, do të drejtojnë vendin, do të drejtojnë qytetin, dhe ti mburresh dhe thua, oh, ky është nxënësi. Prej 25 vitesh, mësuese Nikoleta ka dalë në pension, por pasioni dhe dëshira për mësimdhënien e ka shoqëruar gjithmonë.